Të nderuar miq, vëllezër e motra, selam aleikum, mirë se shihemi sërish në takimin e përjavshëm rrëfime profetike. Do të flasim sot për një rrëfim ndryshe nga ato që kemi dëgjuar dhe kemi mësuar her pas here. Do të flasim për një rrëfim i cili nuk flet mbi të shkuarën, por flet mbi të ardhmen. Cili është ky rrëfim dhe çfarë mësime do të nxjerrim për këtë rrëfimi? Mbi të gjitha këto do të dëgjojmë Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha, selam aleikum, mirë se vini. Aleikum selam, Allah mirë se vjen. Cili është rrëfimi Hoxhë që ju keni përzgjedhur për sot? Është për jetën e barzahut. Jeta e barzahut? Po. Çfarë kuptimi ka jeta e barzah? Quhet jeta e ndërmjetme, që do të thotë barzah në përgjithësi thon perdes. Dhe është quajtur jeta e varrit dhe koha që njeriu do të jetojë në varrin e tij është quajtur barzah sepse është si një perde, si një kohë ndërmjetme, si një paradhom mes jetës kësaj bote edhe jetës së ahiretit. Njeriu faktikisht kalon 5 faza në jetën e tij. Faza e parë është faza e paraqitjes së shpirtrave përpara Zotit, siç ka ndodhur me Ademin alayhis salam, ku Zoti i gjithësisë i nxori të gjithë bijtë e Ademit para vetes tij dhe ju dëshmoi madhështinë dhe ju dëshmoi, domethënë vetveten e tij, a nuk jam unë Zoti juaj, than të gjithë njerëzimit, pra të gjithë njerëzit, të gjithë shpirtrat, të gjithë njerëzit kanë dalë përpara Zotit dhe kanë pranuar Allahun, Zotin një të vetëm, sa i është Zoti i tyre dhe meritori për t'u adhuruar. Ka para ekzistenca në raport me jetën e kësaj bote. Po, si më thënë një botë shpirtrash, botë, domethënë botë që ne nuk ndoshta, domethënë nuk e vërtetojmë dot, po faktikisht është tek çdo njeri e vërteta mbi besimin në Zot. Për këtë arsye dhe mohuesi i Zotit quhet kafir, që do thotë mbuluesi i të vërtetës. Pra e vërteta është tek çdo njeri, mirëpo njeriu për arsye të ndryshme e mbulon këtë të vërtetë. Pastaj kemi jetën e kësaj bote që fillon me fryrjen e shpirtit në trupin e njeriu, në trupin e foshnjës, pra 4 muajsh. Pra që fillon me shtatzanin. Po, deri në vdekje. Dhe kjo quhet jeta e kësaj bote, pra dunjaja, jeta e kësaj bote. Pastaj vjen jeta e barzahut, kjo për cilën ne do të rrëfejmë sot, rrëfimin profetik, që fillon me vdekjen e njeriu deri në ditën e Kiametit, kjo është faza e tretë, pastaj vjen faza e katërt që është dita e Kiametit, nga fillimi deri në fund, pastaj vjen faza e fundit, faza e 5 përfundimtare, përjetshmëria në xhenet apo përjetshmëria në zjarrin e xhehenemit. Pikërisht hadithi flet për një rrëfim i cili ka të bëjë me barzahun, pra me jetën e ndërmjetme, me perden mes kësaj bote dhe botës tjetër. Për këtë arsye i thonë edhe barzah ose jeta e ndërmjetme ose perdja mes kësaj bote edhe botës tjetër. Ne i mësuar zakonisht kur flasim për rrëfime, siç e thatë edhe ju, menjëherë na shkon në mend për diçka që ka ndodhur, por shpesh herë ne gjejmë në Kur'an rrëfime për të ardhmen. Dhe është interesant shumë fakti se në shumë raste kur Zoti flet për ditën e Kiametit, për shenjat e Kiametit, për futjen në xhenet apo për futjen në xhenem, Zoti flet në kohën e shkuar. Pra sikur ka ndodhur. Sikur ka ndodhur, pra me kuptimin që ashtu siç edhe kur gjërat ndodhin, ne i tregojmë dhe nuk kanë asnjë lloj dyshimi, edhe kjo Zoti fol me të, pra në kohën e shkuar për treguar njësoj e shkuara e cila nuk mund të mohohet, është edhe kjo ngjarje që do të ndodhi kështu siç po e thot Zoti në Kur'an apo siç e ka treguar profeti alayhis salam. Pra nëse për të shkuarën ka dëshmimtar një ngjarje, për të ardhmen është Zoti që dëshmon se është e sigurt që do ndodh në atë formë. Absolutisht. Ngjarja e sotme tregohet nga sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, thotë kemi qenë një ditë e ungur me pejgamberin alayhis salam dhe profeti alayhis salam tha, në momentin që njeriu vendoset në varrin e tij, pra kemi një hadith tjetër, është hadithi i Bara ibn Azibit, i cili neve na tregon se ç'ndodh deri në këto momente. Ktu kemi një si më thën, jemi duke e parë varrin me një kamer tjetër, nga një këndvështrim tjetër. Në momentin tha, pra ky është hadithi i Buhariut, në momentin që njeriu vendoset në varrin e tij dhe njerëzit fillojnë dhe largohen nga varri i tij, ai dëgjon kërcitjet e këmbëve të tyre, pra e kputzëve, shapkave që kanë veshur njerëzit, ato të fundit fare i dëgjon dhe në atë moment ai zgjohet dhe gjen veten e tij përpara 2 melekëve, meleku Munker dhe meleku Nekir, pa janë 2 melek cilët janë të përgatitur si për besimtarët dhe për jo besimtarët. Për besimtarët paraqiten mirë dhe vinë me qetësi, dhe për jo besimtarët paraqiten një formë të tmerrshme, të keqe dhe të zymt,
siç e thot profeti alayhis salatu wasalam, blu të errët, pa një pamje tepër e trishtueshme. Si për të paralajmëruar ndëshkimin për besimtarën dhe për besimtarin të bardhë dhe menuar me dritë në kuptimin që jep një sinjal mirësie. Thot profeti alayhis salatu wasalam, dhe i paraqiten njeriu në varrin e tij, edhe si më thon, i vërsulet në varr dënimi i Zotit. Në kokën e njeriu thot vendoset namazi i tij. Në të djathtën e tij vendoset agjërimi i tij, në të majtën e tij vendoset zakati i tij, te këmbët e tij vendosen të gjitha punët e tjera të mira që ka bërë, respekti ndaj prindërve, sadakaja, ruajtja e lidhjeve farfisnore. I ka përmend profeti këto. Pra konkrete. Respekti ndaj prindërve, ruajtja e lidhjeve farfisnore, sadakaja dhe të gjitha të mirat i vendosen te këmbët e tij. Dhe në momentin që dënimi i vjen tek koka, thot namazi, nga unë nuk mund të futesh. Pra nuk mund dënohet ky njeri nga koka sepse jam unë garant. Shkon dënimi nga e djathta e tij, thot agjërimi, nga unë nuk mund të futesh sepse jam unë garant, ka qenë agjërueshëm. Shkon dënimi nga e majta e tij, gjithmonë nëse ka qenë mundësi, ka pas mundësi për të dhënë zakat, i vjen, si më thën, zakati ose sadakaja dhe i thot nga unë nuk mund të futesh, atëherë shkon dënimi nga këmbët e njeriu dhe i thon punët e mira, bamirësia, respekti ndaj prindërve, ruajtja e lidhjeve farfisnore, nuk mund të futesh nga ne, atëherë largohet. Në atë moment e çojnë me lajket. Tani ne këtu po flasim për një botë e cila është botë ghaib, pa një botë sa do mundohemi që ta imagjinojmë, por se realiteti sa është mundesh, sepse pastaj do të dimë nga konteksti i sprovës besimit. E ulin thot dhe i paraqitet dielli sikur është, kështu i shfaqet aty sikur është duke perënduar dielli, dhe i thon, ç'është një burr që ka ardhur tek ju dhe ju çfarë pozicioni keni pasur me të? Dhe ky thot, më lini të falem se po perëndon dielli, pastaj ju përgjigjen. Dhe i thon, ke ko, po ti përgjigju një herë. Se ke ko. Atëherë thot, për kë po thoni? Për Muhamedit alayhis salam? I thon po. Thot, ai është profeti i Zotit, kam besuar në librin që është zbritur atij, i kam besuar atij dhe me të kam jetuar deri në vdekje. I thon, pra me lajket, me këtë fjalë ti ke jetuar, me këtë fjalë ke vdekur dhe do të jesh i lumtur dhe i qetë përgjithmonë. Në ato momente, thot profeti alayhis salatu wasalam, i hapet varri 70 kut. 70 me 70. Thot dhe i hapet një dritare e madhe për në xhenet, edhe i thuhet, këtu do të jetë vendi yt kur të përfundosh ditën e Kiametit dhe kur do të futesh në xhenet. Gëzohet shumë besimtari kur e shef situatën, kënaqet shumë. Dhe njëkohësisht i tregojnë dhe një vend tjetër në zjarrin e xhenemit, dhe i thonë, nëse nuk do të kishe dhënë përgjigjen e duhur, këtu do të ishte vendi yt, gëzohet edhe më shumë, kënaqet edhe më shumë. Në këtë moment, thot profeti alayhis salatu wasalam, fillon trupi i njeriu dekompozohet, fillon dhe prishja e trupit të njeriu. I merret shpirti i tij dhe i vendoset thot në gushët e zogjve të xhenetit. Dhe ky njeri, shpirti i tij jeton në xhenet derisa të shëtitje në për xhenet. Po, derisa të bëhet Kiameti, thotë kur bëhet Kiameti kthehet edhe një herë në trup, edhe njeriu do dalë përpara Zotit. Thotë e kundërta ndodh me jo besimtarin ose me hipokritin. Në momentin që vendoset në varrin e tij dhe i dëgjon trokitit e fundit të këpucëve të tij, të njerëzve duke u larguar, thotë në atë moment ai e kupton që është i vdekur dhe i vërsuret dënimi i Zotit në të gjitha anët. S'ka gjë që e mbron, as namaz nuk ka pas, as agjërim nuk ka pas, as zakat nuk ka pas, as vepra të mira nuk ka pas. Domethënë aty fillon dënimi më njëherë. Thotë jo vetëm kaq, po i vinë me lajket me një pamje shumë të vështirë dhe errësire e madhe dhe i bëhet e njëjta pyetje. I thuhet, "Ç'na thua për atë njeriu i cili ka ardhur në mesin tuaj?" Thotë, "Kush njeri, çfarë?" Dhe nuk orientohet dot se për kë bëhet fjalë. Thotë i thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot po, kam dëgjuar njerëzit që flisnin për të dhe un kam thënë siç thonin njerëzit. Dhe ata i thon, nuk bën dobi të kesh thënë siç kanë thënë njerëzit. Ti çfarë pozicioni ke pasur me të? Jo un bëja si të tjerët, përgjigjet ai.
thot profeti alayhis salam, në atë moment i hapet një dritare e madhe nga zjarri i xhenemit, i ngushtohet varri, thot derisa t'i futen brinjët tek njëra tjetra. Pra i kërcasin brinjët, i shtrëngohen brinjët në të dyja anët, po edhe varri, domethënë nga gjatësia dhe nga gjerësia. Dhe kur e sheh vendin e tij, domethënë ai mërzitet shumë dhe bëhet shumë keq dhe e përjeton shumë keq këtë pjesën e varrit, dhe profeti alayhis salam tha, lexoni nëse doni ta besoni fjalën e Zotit, e kush i kthen shpinën Zotit, jeta e tij do të jetë tepër e vështirë. Pastaj i tregohet një vend në xhenet dhe i thuhet atje do të ishte vendi yt nëse ti do të ishe besimtar, dhe i shtohet mërzitja edhe më shumë se sa mërzitja që ai kishte më herët, dhe kështu do të vendoset shpirti i tij në ferr, ndërsa trupi i tij do të fillojë të dekompozohet deri në ditën e Kiametit. Pastaj ditën e Kiametit do të kthehet edhe një herë shpirti në trupin e tij. Faktikisht ka një hadith tjetër, pa ai hadithi që unë përmenda më herët, hadithi i Bara ibn Azibit. Hadithi i Bara ibn Azibit ka një detaj ndryshe nga ky. Thotë, në momentin që vendoset në varr dhe besimtari përgjigjet 4 pyetjeve, i hapet një dritare nga zjarri i xhenemit dhe i thotë, ky do të ishte vendi yt nëse ti s'do të ishe përgjigj. Mirë, po nga që u përgjigje, i hapet një dritare nga xheneti, pastaj vazhdon njësoj, si hadithi sotëm. Nësa me jo besimtarin i bën 4 pyetjet, ai nuk përgjigjet ose thotë ku e di unë ose nuk di çfarë të them, thotë i hapet një dritare nga xheneti dhe i thuhet këtu do të ishte vendi yt, po ti nuk u përgjigje këtu do të jetë vendi yt, dhe pastaj vazhdon këtu. Pra kemi duket pamje tashmë kur kemi përplasje. Për këtë arsye, disa prej sahabëve tabiinëve kur kanë marrë të dy hadithet, kanë bërë interpretimin tonë, hadithi i parë flet për jo besimtarin. Hadithi i dytë flet për munafikët ose për ata besimtarët, domethënë cilët thjesht i kanë thënë vetes besimtar, po s'kan pas lidhje me besimin. S'kan pas vepra. Dhe faktikisht këtu bëhet edhe ndarje, domethënë. Pra për besimtarin e vërtet, për besimtarin e mirë dhe për jo besimtarin, për besimtarin veprues edhe për besimtarin i cili thjesht ka thënë unë jam besimtar, por faktikisht s'ka pas asgjë që e vërtetonte imanin edhe besimin e tij. Hosh, nëse themi për jetën e varrit, dhe ju përmendet si thua një mori ngjarjesh dhe momentesh. Po, që ndodhin një jetë e tërë. Ndërkohë që ne shohim varrin që është një hapësirë, po themi 1-2, pra 2 metra katror, ndërkohë që ju thonin në këtë hapësirë ndodhin kaq shumë ngjarje. Normalisht ajo është berzah dhe është e paperceptueshme, po mirë, po njerëzit shpesh janë të prirur që duan dëshmi, duan të vërtetojnë, pra i duket e pakuptim që të pranojnë se në këtë hapësirë, në këtë grop, do ndodhin gjithë këto ngjarje. Çfarë mund na jepni një argument më bindës? Shif si është puna. Ne i besojmë gjërat edhe pse nuk jemi si më thënë, nuk e kemi të mundur ti dëshmojmë. Për këtë arsye quhet besim dhe nuk quhet dëshmi, sepse dëshmitari dëshmon për diçka që ka parë dhe ka dëgjuar. Ndërsa besimi, unë besoj çfarë më ka thënë Iliri. Pra nëse Iliri më thotë që jashtë është një makinë, unë e besoj Ilirin. Nëse unë shoh makinën, nuk quhem më besimtar i fjalës së Ilirit, por quhem dëshmitar i fjalës së Ilirit. Ne besimtarët besojmë atë që ka njoftuar Zoti dhe profeti i tij. Kjo është e para. E dyta, ne shumë gjëra në fen tonë kemi me besim dhe pa dëshmi. Me lajket, si kemi parë xhindët, si kemi parë fatin dhe shkrimin e Zotit për njeriu dhe për gjithçka, nuk e kemi parë. Profetët nuk e kemi parë. Profetin alayhis salam nuk e kemi parë. Librat e Zotit nuk e kemi parë. Kjo është e dyta. E treta, po të ishte parë, atë çfarë i mbetej sprovës besimit më. Pra nëse ne do të hapshim një varr dhe do ta shihim dikë duke u lumturuar, duke u kënaq, atëherë kush ka qenë ky filani, çfarë bën të falë, gjithë namaz, gjithë mbusheshin xhamiat plot. Ky tjetër çfarë ka qenë, ky s'ka qenë musliman, nuk falej, nuk lutej. Çfarë po bëhet me këtë tani, ky po digjet në zjarr. Gjithë do të bëshin besimtar. Pra nuk është më esenci i sprovës besimit. Sprova e besimit është të besosh atë që ka ardhur nga Zoti nëpërmjet profetit, pa qenë ti dëshmitar i ngjarjes. Po të ishe dëshmitar i ngjarjes, atëherë është çështje tjetër dhe ka gjykim tjetër. Për këtë arsye edhe nuk është mundësuar një gjë. Megjithatë, ka pasur raste që Zoti ka dhënë disa shenja. Për shembull, ka pasur raste që janë hapur varret mbas disa vitesh, mbas disa kohësh dhe janë gjetur të vdekurit të kthyer nga ana tjetër, ose janë gjetur koka e të vdekurit te këmbët e tij, ose janë gjetur, si më thon, kockat e kraharorit, brinjët e kraharorit të futura me njëra tjetrën. Ka pas raste që është hapur varri dhe është gjetur njeriu pothuajse njësoj siç është varrosur ditën e parë, si ka ndodhur asgjë.
Domethënë janë disa shenja, ka pas raste që duke kalu pranë një varri natën është parë zjarr nga varri. Njerëzit thonë nur dritë, po faktikisht nuk është nur, as nuk është dritë, se zjarri është zjarr. Kështu që jo gjithmonë, ose për shembull ka pas raste, siç thot profeti alayhis salam, pastaj thot e godasin thot me një çekan, me një takmak, thot edhe ati i del një klithën që e dëgjon çdo gjë përveç njerëzve dhe xhinëve. Për këtë arsye tregohet, për shembull njerëzit tregojnë kanë qenë për shembull me dele ose me dhi pranë varrezave. Ka ardhur një moment që delet edhe dhit kanë kërcyer, janë larguar, kanë ikë me vrap. Çfarë ka ndodhur? Ata kanë dëgjuar diçka, pavarësisht se ne nuk e dëgjojmë dot. Për këtë arsye quhet jetë gajbi, kjo pra me kuptimin jo e hetueshme, pavarësisht se në situata të caktuara dhe në rrethana të caktuara ka ndodhur që të ketë pas sinjale zhurmë, të ketë pas siç e thash djegje, pra ka disa varre që unë i kam parë vetëm me sytë e mi të djegura. Kur kemi pyetur për shembull, jo mund të jetë çështje squfuri, mund të jetë kështu ashtu. Pra, nganjëherë jep Zoti disa shenja dhe nganjëherë ndoshta edhe nuk jep shenja, pra nuk është kusht që patjetër duhet të japi shenja apo duhet të ketë shenja. Besimi është ai bindja e plotë tek ajo që ka thot Zoti në Kur'an dhe fjala e profetit Ti duhet besosh dhe të jesh i bindur dhe i sigurt, e ka thënë Zoti me këto. E ka thënë profeti alayhis salam. Ndërkohë cilat janë disa prej veprave, disa prej punëve, ju përmendet namazin, agjërimin dhe disa prej veprave të cilat e ruajnë personin nga ndëshkimi. A mund të bëjmë një shpjegim përgjithësisht? Faktikisht disa u përmendën në këtë hadith. Pra namazi u përmend këtu në këtë hadith, agjërimi u përmend në këtë hadith, zakati u përmend në këtë hadith, respekti ndaj prindërve dhe lidhjet farafisnore dhe punët e mira, sadakaja u përmend në këtë hadith. Pra disa janë përmend, po faktikisht nëse mund të rreshtojmë dhe themi gjëja e parë besimin në Zot. Për këtë arsye në një transmetim të këtij hadithi të Abu Hurairës, profeti tha në momentin që besimtari përgjigjet dhe tha profeti alayhis salam, Zoti ka thënë yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa yawm al qiyamah. Allahu do t'i bëjë të qëndrueshëm dhe të paluhatur besimtarët me fjalën la ilaha illallah si në këtë botë edhe në botën tjetër. Kështu që besimi në Zot. Besimi në Zot është baza. Pastaj vijnë veprat e mira. Dhe disa nga veprat e mira, 6 apo 7 janë përmendur këtu. Mirë, po kemi edhe disa tjerë që janë përmendur në hadithe të tjera. Për shembull, kemi vdekja ditën e xumë ose natën e xumas. Pra nëse njëri i shkon Zotit të vdesi ditën e xumë apo natën e xumas, atëherë ai njeriu është i ruajtur nga dënimi i varrit, siç thot profeti alayhis salam. Prej gjërave që e ruan njeriu nga dënimi i varrit është leximi i surës El-Mulk çdo natë para gjumit. Profeti alayhis salam ka thënë, një kapitull në Kur'an me 30 ajete nuk i ndahet njeriu nga mbrojtja e dënimit të varrit, derisa ta mbrojë atë. Pra leximi i surës El-Mulk është një nga shkaqet e ruajtjes dhe mbrojtjes nga dënimi i varrit, siç është përmendur në hadithin e profetit alayhis salam. Kur themi vdekja në ditën e xumë, ne duhet të kuptojmë se bëhet fjalë për atë vdekje që është nga besimtarët, sepse nëse është nga tjerët, nuk i bën asnjë lloj dobie. Gjithashtu më rëndësisht është të dimë të cilat janë ato punë që bëhen sebeb për këtë dënim dhe për këtë ndëshkim, po për të lënë një hapësirë më të gjerë, po diskutojmë në pjesën e dytë, një shkputje shkurtër dhe rikthehemi përsëri. Dëroj miq, pas pak shihemi përsëri. Dëroj miq, rikthehemi përsëri në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për një ngjarje që faktikisht do të jetë në të ardhmen, do të jetë mbi jetën e varrit. Hoç, a mund të na tregoni disa prej veprave të cilat ndoshta ne jemi të shkujdesur, po ato bëhen sebeb që njeriu të vuajë dënimin e varrit dhe ndoshta edhe më tepër se kaq. Si më thënë, nëse kishte tek gjërat që e shpëtojnë njeriu nga dënimi i varrit, diçka që është në krye të listës, edhe tek gjërat që janë shkak që njeriu të dënohet në jetën e varrit, në botën e barzakut, është diçka që është në krye të listës, që është mohimi, mosbesimi. Mosbesimi apo mohimi, kufri me të gjitha llojet dhe ngjyrat e tij është shkaku numër 1 dhe kryesor për dënimin në varr. Pastaj të kundërtat, që do të thotë lënia e namazit, do të thotë sebeb që njeriu dënohet nga koka, lënia e agjërimit pa arsye, sebeb që njeriu dënohet nga e djathta, lënia e zakatit pa arsye, sebeb që njeriu dënohet nga majta. Mos respektimi i prindërve, shkëputja lidhje farafisnore, mos bërja bamirësia atëherë kur ka qenë mundësia,
punët e mira, nëse njeriu i lën masdore, gjitha këto janë shkak edhe sebeb që njeriu të dënohet në jetën e varrit. Mirë, po ka dhe disa transmetime të tjera ose le të themi hadithe të tjera të cilat tregojnë se nëse njeriu i bën disa veprime, dënimin e varrit e ka, si më thënë, e ka, domethënë, të sigurt. Për shembull, thashë themja. Dhe kur themi thashë theme, nuk kuptojmë gjën më të keqe që mund të bëjë njeriu, që do të thotë mbartja e fjalëve për të nxit urrëtie, për çarje, ndarje, apo luftë, apo le të themi vllavrasje, apo ndarje dhe shkatrim familjesh, apo ndarje dhe shkatrim shoqërish dhe vllazërish. Në momentin që njeriu e bën këtë, ka bërë një nga shkaqet më të sigurta të dënimit në varr. Prej gjërave që janë përmendur në hadithin e Profetit alayhis salam që janë shkak për dënimin në varr, është edhe mospastrimi ashtu siç duhet i njeriu kur ai është në momentet e higjienës personale. Pra njeriu besimtar, sidomos duhet të jetë shumë i kujdesshëm në higjienën e tij vetjake, që do thotë kur vetëm në banjë duhet të jetë shumë i kujdesshëm, shumë i rregullt dhe nuk bën që njeriu mos pastrohet mirë, mos të lahet mirë, sepse kjo çon në probleme me abdesin, kjo çon në probleme me namazin e të gjitha me radhë. Për këtë arsye dhe besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Për këtë arsye tregohet se Profeti alayhis salam ka kaluar pranë dy varreve dhe domethënë ka thënë këta të dy në këto momente po dënohen. Dhe shkaku që po dënohen është një mëkat i madh. Njëri prej tyre s'linte thashë them pa bër, ndërsa tjetri nuk pastrohej mirë. Pastaj kërkoi dy gjethet njoma, i ndau dy gjethet, një deg, atë degën e ndau në dy pjesë dhe vendosi mbi varret e tyre, tha shpresoj që kjo t'u lehtësoj atyre pak, si më thënë, atë dënimin që po ju bë. Pra përgojimi dhe papastërtia kanë paralajmërim konkret. Përgojimi është gjë tjetër. Ktu ka thënë nemime, arabisht përgojimi i thonë el-ghibe. Ghibe është, domethënë përmendësh një cilësi të dikujt që ai nuk do t'i përmendet, një huq apo një problem që ai ka. Ndërsa nemime është të mbartësh fjalë me qëllimin e përçarjes, me qëllimin e nxitjes konflikteve në familje apo njerëzve apo fiseve apo popujve kështu me radhë. Për këto të dyja domethënë ka ardhur hadith special, domethënë hadith specifik edhe shumë i qartë, domethënë që tregon sa e keqe është domethënë kjo gjë, po edhe kjo tjetra, pse kjo tjetra, sepse kjo tjetra ka të bëjë me saktësinë të abdesit, me saktësinë e namazit e tjerë. Pa vetëm kaq mendoi njeriu. Njeriu pse nuk bën higjienën e tij ashtu siç duhet, thot profeti, po dënohet në varr për këtë punë. Pa ai njeriu që s'merr abdes fare, pa ai njeriu që s'falet fare, si do të jetë puna e tij? Si do të jetë puna e njeriu i cili s'është falur fare? Pra, vetëm se nuk është pastruar mirë, është i destinuar të dënohet në varrin e tij. Ajo që është shumë e rëndësishme për ne si besimtarë të kuptojmë se stacioni i parë i botës tjetër është jeta e varrit. Nëse ne atë stacion e kalojmë me sukses, do të thotë se çdo gjë që vjen mbas tij do të jetë e suksesshme. Nëse nuk e kalojmë me sukses, mund të jetë pastrim për njeriu, por edhe mund të jetë një tregues se çfarë do të vijë më pas, mund të jetë edhe më keq. Prandaj dhe njeriu domethënë të mundohet. Për këtë arsye duhet t'i kërkojmë Zotit vazhdimisht që o Zot na ruaj nga dënimi i varrit. Për këtë arsye profeti alayhis salam sa herë që ulej në teshehud, këndonte tehiatin, këndonte salavatet dhe pastaj i ka urdhëruar tot. Na urdhëronte profeti që të themi Allahumma inni a'udhu bika min adhabin nar wa adhabil qabr wa fitnatil mahya'i wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal. O Allah, Zot, më ruaj nga dënimi i zjarrit, nga dënimi i varrit, nga sprova që mund të më vi nga të gjallët ose nga të vdekurit, më ruaj o Zot nga sprova e Mesihut Dajjal. Pra, ti lutesh Zotit vazhdimisht, se në fund fare ai ka dorë gjithçka dhe në dorën e tij është gjithçka dhe është i plotfuqishëm që pavarësisht gjunave dhe mëkateve që ne kemi, ai të na ruaj nga dënimi i varrit e më pas nga dënimi i zjarrit. Që përmendet faza të ndryshme kur trupi shkëputet dhe rikthehet përsëri. Jeta e varrit, ndëshkimi apo përgëzimi, do jetë përgëzim i shpirtit, i trupit apo i kombinim i të dyjave? Faktikisht dietarët e Islamit kanë dy momente unanimiteti dhe një moment kundërthënie, le të themi debati. Unanimiteti është se në jetën e kësaj bote çdo gjë i ndodh shpirtit edhe trupit. Në këtë botë çdo gjë e kemi trup shpirt ose shpirt trup, nuk është problem. Në botën tjetër, mbas ringjalljes, çdo gjë i ndodh shpirt trup, trup shpirt, pra me kuptimin dyzuar.
Pra në këtë botë jemi të dyzuar dhe çdo gjë i ndodh të dyjave, trupit edhe shpirtit. Në ditën e Kiametit është e dyzuar prapë, që do të thotë çdo gjë i ndodh trupit edhe shpirtit. Edhe trupit dhe shpirtit. Në jetën e varrit, kujt i ndodh ndëshkimi apo shpërblimi? Kemi dy mendime. Një mendim që thotë i ndodh vetëm shpirtit dhe njeriu, domethënë, e përjeton jetën e varrit sikur të jetë në gjumë. Për shembull, nëse janë dy veta të shtrirë, duke fletur gjumë, dhe njëri është në ëndër sikur martohet, sikur jeton një jetë lumtur, ku dëgjon etj, dhe vjen mëngjesi dhe zgjohet. Tjetri është në anë ti, krahas, në gjitër me të, në krah ti. Ai është ëndër sikur e kapën armiq, sikur i gjuajt në goditën e dogjen etj. Këta të dy, edhe pse janë gjithë me njëri tjetrin, ky kur zgjohet mëngjes, zgjohet i lehtë, zgjohet i lumtur, kurse ky kur zgjohet gjithë djers, edhe ky faktikisht rrahjet e zemrës, vuajtjet i ka bërë sikur të ishte i gjallë. Pra një pjesë e dietarëve të Islamit thonë që jeta e varrit është jetë shpirti dhe jo jetë e kockave dhe e materjes. Për këtë arsye kanë thënë këta, po ta hapësh varrin e gjen trupin siç e ke varrosur ose kockat, nuk gjen kocka të djegura, nuk gjen kocka të thyera. Faktikisht në përgjithësi skeletet në varre janë normale. Dhe kanë thënë ky është argument se çfarë ndodh kujt i ndodh shpirtit dhe jo trupit. Kemi një mendim tjetër që thotë i ndodh të dyjave, që do thotë të dyja e vuajnë njëkohësisht. Dhe ky është mendimi më i saktë. Mirë, po tek ky mendim ka një lloj le të themi sqarimi. Thotë, në jetën e kësaj bote, pavarësisht se jeta është dyzuar mes trupit dhe të shpirtit, primar është trupi dhe pasohet nga shpirti. Në jetën e varrit është e kundërta, primar është shpirti dhe pasojat i ka trupi. Pra, në jetën e kësaj bote, nëse unë të godas ty, ti merr goditjen trup, për shembull, nëse unë them ty një fjalë të mirë, ti e dëgjon, pastaj lumturohesh. Nëse dikush të shan, ti si fillim e dëgjon, pra materia, pastaj ti mërzitesh dhe reagon. Në jetën e varrit është e kundërta, primar është shpirti dhe pasojat vijnë tek trupi. Shenjat mund të shfaqet tek trupi. Ndërsa në jetën e botës tjetër, aty është e barabartë. Aty janë të dyja njësoj, edhe shpirti dhe trupi. Përjetimi atë është krejt special, krejt i veçantë, siç thot Zoti në Kur'an, wa basaru kal yawma hadid etj. Pra, ky është mendoj dhe ky është mendimi më i saktë dhe më i qelluar. Dyzimi në këtë botë ka pra primar është trupi dhe pason ose pasivja ose le të themi e dyta sekondar është shpirti, në jetën e varrit primar është shpirti, sekondar është trupi dhe në jetën e ahiretit janë të dy të barabartë, njëkohësisht ju vjen të dyve njësoj si pjesës materjes dhe pjesës shpirtit, njëkohësisht pra barabartë. Hoxh, Zoti shpëleft. Zoti shpëleft juve. Pra miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për një ngjarje e cila me siguri do të ndodh ashtu siç ka përshkruar profeti alayhis salam, ndërkohë Hoxha përmendi veprat të cilat na ruajnë nga dërimi i varrit dhe na mundsojnë përgëzimin e shpërblimeve që në jetën e varrit. Le të kujdesemi për to dhe të jemi të vëmendshëm që të jemi për atyre të cilët do të përgëzohen dhe jo për atyre që do të dënohen. Zoti shpëlef që na ndoqët, më u takofshim. Selam aleikum.